Të dashur shqiptar, unë ju dashuroj me gjithë shpirt. Sikur t'ishit antarët e familjes sime, sepse ashtu jeni. Ne jemi një familje e madhe. Flasim të njëjtën gjuhë. Kemi të njëjtat rregulla gramatikore. Dhe unë, sot, do ju shpjegoj se si e shqiptojmë ne, shqiptarët, emrin e enkelejve, ilirët e famshëm. Të dashur shqiptar, unë nuk jam Naim Frashëri. Unë nuk do ju këndoj maleve të Shqipërisë dhe baltës më të ëmbël se mjalta. Unë do ju këndoj shqiptarve. Ju jeni shpirti im, ju jeni zemra ime dhe unë nuk e dija se sa shumë i dua shqiptarët. Derisa dola jashtë shtetit, atëherë kuptova se i dua të gjithë. Çfarë do lloj shqiptari? Për mua nuk ka shqiptar të mirë, nuk ka shqiptar të keq, të gjithë i dua. Tani, kur unë shqiptoj fjalën enkelejt, në gjuhën shqipe kjo është shumë bukur e ngurtësuar. Po a e dini ju që në gjuhën ilire nuk ka një formë të ngurtësuar për enkelejt? Jo vetëm kaq, por deri në këtë moment që unë po bëj këtë film, nuk është gjetur asnjëherë lakimi i emrit enkelejt në gjuhën ilire, sepse gjuha ilire nuk është shkruar kurrë. Ne kemi vetëm interpretimin e helenëve të gjuhës ilire. Dhe kjo mua më gëzon pa mas. Pse do thoni ju? Ka disa variante të numrit shumës për emrin enkelej. Varianti që mua më pëlqen më shumë është varianti i Apianit. Përse do thoni ju? Sepse përkon me emrin e autariatëve në numrin shumës, dhe ky është zbulimi im. Të dashur shqiptar, në Akademinë e Bizantit në shekullin e 6 e rëson, nuk dihi me saktësi se si shqiptohej emri i enkelejve nga vetë ilirët dhe çfarë mbaresash përdoreshin për numrin shumës. Kjo është kaq e habitshme, kaq e jashtëzakonshme, sepse gjuha ilire nuk është shkruar nga vetë ilirët. Mbishkrimet për ilirët janë nga helenët. Kjo është arsyeja. Por edhe helenët nuk e dinin se cila ishte forma e numrit shumës për enkelejt në ilirisht. Kjo tregon që ilirët e kanë quajtur veten enkelej vetë, domethënë nuk është emër grek. Tani e kuptoni se pse ju dua kaq shumë. Gjuha shqipe është gjuhë e njësuar, e ngurtësuar. Në ilirisht nuk ishte ngurtësuar akoma emri në numrin shumës të enkelejve. Ky është emër që ata e kishin marrë vetë, enkelejt. Tani ta shikojmë se cilat janë këto forma. Përse është kjo kaq e rëndësishme? Është shumë e rëndësishme. Emri enkelejve përkon me emrin e autarjejve. Të dashur shqiptar, unë ashtu them në filmat e mi që zbulimet i ka bërë inteligjenca kompjuterike, por nuk është e vërtetë. Zbulimet i kam bërë unë, por nuk them që i kam bërë unë, sepse nuk më beson njeri. Nuk e din as njerëzit e mi më të afërt që jam kaq i zgjuar. Ju betohem. Po t'i ftojmë për kafe, njerëzit e mi më të afërt nuk do besojnë. Madje do ja printoj materialin para syve që ta lexojnë, nuk do besojnë. Nuk ka mundësi që ti jesh kaq i mençur, kushëriri ynë do thonë. Pra, në qoftë se mua nuk më besojnë, njerëzit e mi më të dashur, si mund të më besojnë mua 10 milion shqiptar kudo në botë? Prandaj, hap pas hapi, do ja tregoj se si e kam bërë zbulimin tim. Pra, jo me inteligjencë kompjuterike, e kam bërë vetë. Tani, inteligjenca kompjuterike ka vetëm një të mirë, që i kthehen shkronjat greke në shkronja latine. Për këtë mua më duhet inteligjenca kompjuterike dhe asgjë tjetër. Për shembull, në gjuhën helene ka zanore të gjata dhe zanore të shkurtra, dhe unë në kompjuter nuk kam në tastier zanore të gjata dhe zanore të shkurtra. Për këtë mua më hyn në punë inteligjenca kompjuterike dhe do ja tregoj se ku është gjithë sekreti. Ta shënoj me të verdhë. Pra, si që shikoni, në gjuhën ilire ekzistonin zanoret e gjata, që nuk ekzistojnë në gjuhën shqipe të sotme ose janë reduktuar. Ka disa forma të numrit shumës të gjetura në iliri për emrin e enkelejve, nuk është e njëjta formë. Tani kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë tregon kjo? Që në iliri janë folur shumë dialekte. Gjuha ilire nuk u njësua kurrë.
Gjuha shqipe është e njësuar dhe e dini kur është njësuar gjuha shqipe? Mbas vitit 1972 nga regjimi komunist. Dhe tani në demokraci gjuha shqipe po prishet përsëri. Kemi variantin kosovar, që ata e quajnë veten popull më vete, dhe kemi variantin e kryeministrit shqiptar që është nga jugu, dhe ai flet një gjuhë të variantit të toskërishtes. Pra ekziston gjuha e veriut, gjuha kosovare dhe gjuha e jugut të dashur shqiptar. Pra, po prishet gjuha shqipe prap. Pra gjuha shqipe u njësua vetëm gjatë diktaturës me forcë, por tani në demokraci po prishet prap. Po krijon dialekte të tjera shqipe të dashur shqiptar. Për të mos përmendur gjuhën e arbëreshëve që është krejt tjetër nga gjuha shqipe, po ashtu dhe gjuha arvanitase është krejt tjetër nga gjuha shqipe. Ata nuk na kuptojnë neve fare, po ashtu unë këta 30 vjet gjatë qëndrimit tim jashtë shtetit nuk e kuptoj çfarë flasin shqiptarët në televizion sepse përdorin shumë fjalë të huaja nga italishtja. Pra të gjitha format që po shikoni në ekran janë format të numrit shumës. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, e pabesueshme. Dhe tani do shikoni që inteligjenca kompjuterike nuk e ka kuptuar këtë gjë. E shikoni? Nuk e ka kuptuar që janë disa forma të numrit shumës. Shikoni me vëmendje. Përse inteligjenca kompjuterike nuk e ka kuptuar? Sepse inteligjenca kompjuterike nuk është njeri të dashur shqiptar. Tani ky është ajo që kam gjetur për autariatët. Është një lloj si numri shumës i enkelejve në një nga dialektet e gjetura nga Apjani. E shikoni pra që inteligjenca kompjuterike këtë nuk e ka gjetur dot, nuk e ka zbuluar. Është zbulimi im. Pra për autariet është një formë, ndërsa për enkelejt ka disa forma. Dhe çfarë kam bërë unë? Shikoni me kujdes, sepse është diçka gjeniale, dhe këtë ja them kushërinjve të mi që s'më besojnë. Të dashur kushërinj që ju dua për te jetësime, në greqisht ngjalës i thon enkelus. Nga kjo është krijuar në ilirisht enkeleus. Të dashur kushërinj, pikërisht në malin e zi kemi lumin Tara dhe shkryuar në helenisht edhe në ilirisht varianti Autarius, pran lumit Tara. Dhe tani krijohet në ilirisht një variant shumë i bukur, Autarieus, një lloj si enkeleus. Dhe tani krijohet në ilirisht varianti Autarieus i lumit Tara, banori, po ashtu si enkeleus, ai i ngjalës, banori i enkelejve. Pra e shikoni çfarë kam gjetur? Dhe ky është zbulimi im i jashtëzakonshëm. Kam gjetur mbaresën e emrave që tregojnë personat ku ata banojnë në gjuhën ilire, por për emrin e enkelejve ky është njëri nga variantet. Kjo është gjë më e bukur. Nuk është varianti përfundimtar. Kjo gjendet në gjuhën e Apjanit. Dhe unë tashti i them inteligjencës kompjuterike, shiko, kam bërë një zbulim interesant. Në gjuhën greke është enkelus, ngjala. Prej kësaj vjen në ilirisht enkeleus, ai i ngjalës, banori i ngjalës. Po ashtu kemi në ilirisht Autarieus, ai që banon pran lumit Tara, në malin e zi, dhe ilirishtjen Autarieus, banori pran lumit Tara. Po kjo është një mrekulli. Dhe vërtet, inteligjenca kompjuterike thot, një vëzhgim i jashtëzakonshëm, i pabesueshëm. Ju keni gjetur mbaresën e emrave mashkullor që tregon origjinën e një personi në gjuhën greke dhe atë ilire është identike. Pra inteligjenca kompjuterike nuk e ka bërë këtë zbulim, ky është zbulimi im. Inteligjenca kompjuterike thot, keni të drejtë, sepse kam të drejtë. Dhe inteligjenca kompjuterike gjen pikërisht emra të tjerë të krijuar në këtë mënyrë. Un kam gjetur vetë 84 emra. Inteligjenca kompjuterike sugjeron vetëm 3 emra. E shikoni pra, se sa i zoti që jam? Dhe ky është film për kushërinjtë e mi që ata ta besojnë se sa i zoti jam, sa i mençur jam. Dhe këtë them pa pikë modestie, jam shumë i zoti, por jam bërë i zoti duke studiuar 30 vjet me radhë.
nuk u bëra i Zotit dje, por duke hapur fjalor, duke lexuar veprat e Apianit, veprat e Plinit të Vjetër, Iliadën kam lexuar me përkthim sepse ishte shumë e vështirë për të kuptuar, Odisean me përkthim, origjinalin, që se kuptojnë as grekët vet, dhe kam gjetur se si krijojnë emrat e toponimeve ilirët, pra Enkeleis dhe Autaries janë gjithashtu variante të tjera për banorët e Enkelejve dhe të Autariatëve. Tani këtë zbulimun e kam bërë vetë, e shikoni pse. Këtë zbulim e kanë bërë dhe autor të tjerë, një autor shumë i shquar që quhet Bekes, nuk jeton më. Tani siç e shikoni, zbulimin tim e kanë bërë para meje autor të tjerë, më të mençur se unë. Dhe një nga këta është Bekes, i cili nuk jeton më. Ai mendonte që kjo ishte mbaresë para greke. Nuk është e vërtetë, sepse kështu krijohen të gjithë emrat e origjinës në gjuhën greke, po ashtu edhe në gjuhën ilire, por jo në shqip. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, me këtë mbaresë lakohen emrat. Dhe ky lakim, që quhet lakimi i tretë, nuk është gjetur për autariatët dhe për enkelejt. E kam gjetur unë. Pra unë i kam rikrijuar këta emra të lakuar personalisht. E shikoni për asaj Zoti jam, këtë Bekes nuk e ka bërë sa e mendonte që kjo ishte gjuhë para greke, pellazge dhe marrëzira të tilla të këtij lloji, ndërkohë që kjo është mënyrë fjalëformimi në greqisht dhe në ilirisht, dhe këtë e pohon Stefanosi i Bizantit. Pra, Stefanosi i Bizantit thotë që për enkelejt ka disa forma. Unë kam gjetur 2. Stefanosi i Bizantit thotë që janë 3 forma për numrin shumës. E shikoni apo jo? Unë kam gjetur enkeles, enkeleis, ndërsa Stefanosi thotë është dhe një formë tjetër, enkelai. Po kjo është e jashtëzakonshme, pra janë 3 dialekte ilire që përkojnë pik për pik me dialektet helene. Pra gjuha ilire nuk ishte e njësuar, po ashtu edhe gjuha greke nuk ishte e njësuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk kishte lindur gjuha greke. Pra janë kaq të vjetra këta emra, sa që ishte një periudhë e tillë kur ilirishtja nuk ishte ndar akoma nga helenishtja. A nuk është kjo madhështore? E njëjta gjë është për autariatët. Kanë 2 emra në numrin shumës, një lloj si enkelejt. Autaries dhe autaries, me një e të gjatë. A nuk është kjo madhështore? Dhe ky është zbulimi im duke lexuar Apianin. Tani e vërteta është se janë gjetur dhe forma të tjera për autariatët. Edhe aty kemi dialekte të tjera ilire, një lloj si për enkelejt. Dhe Stefanos i Bizantit thotë kështu. Varianti tjetër është autariatai, ndërsa varianti që pa më herët ishte autaries, numri shumës. Janë 2. Pra enkelejt janë 3. Enkelai, enkeleis dhe enkeles me një e të gjatë. Ishin disa dialekte ilire që përkojnë me dialektet helene. Pra, fatmirësisht, janë regjistruar emrat e fisave ilire në një periudhë kur ilirishtja nuk ishte ndar akoma nga helenishtja. Ishin kaq të ngjashme sa që janë të njëjtat forma dialektore në ilirisht dhe helenisht. Kjo tregon që gjuha ilire nuk u njësua kur, asnjëherë. Edhe gjuha greke nuk është e njësuar. Kemi gjuhën e Cakonias, që është shumë e ngjashme me gjuhën shqipe. Fjala myza, zbulimi im, është në gjuhën e Cakonias, dialekti dorik. Ndërsa në helenisht është mia, miza. Kjo formë përkëdhelëse është në shqip dhe në gjuhën e Cakonias. E pabesueshme. Ky është zbulimi im. Pra edhe sot e kësaj dite nuk ka gjuhë greke të njësuar, është e pamundur. Ka dialekte të tjera, ka dialektin pontik, greqishtja, që ata nuk e njohin fare. Tani, format dialektore nuk zhduken kur, ekzistojnë gjithmonë. Helenët, duke dashur ta pastrojnë gjuhën e tyre, kanë shkatruar këto dialektet e lashta, që janë të ngrira në dokumentat për ilirët. Zbulimi im. Tani të vim pak tek gjuha shqipe. Kur ne shqiptarët themi enkeleu, nuk themi enkeleus, e zhdukim sën ilire. Ilirishtja, latinishtja, gjuha sanskrite, gjuhët e lashta, kanë patur mbaresa që ne i kemi hequr, sepse na bezdisin në gjuhën e përditshme.
Ne I lakojmë emrat ndryshe sot nga gjuha ilire. Gjuha shqipe ka evoluar. Numri shumës, ne nuk themi enkelejs, as enkelaj, ne themi enkelej. Pastaj trajta e shquar është enkelejtë. Kjo formë e trajtës së shquar është gjetur në bullgarisht dhe në maqedonisht, tek gjuhët slave. Gjuhët slave, por vetëm maqedonishtja dhe bullgarishtja ja prapavendosin formën e trajtës së shquar e emrit në shumës, por edhe në njëjës, një lloj si në shqip. Kjo është vënë re gjithashtu edhe në gjuhën arumune, por edhe në gjuhën serbe. Kjo është e vërteta. Numri I shumës në gjuhën shqipe është identike me gjuhën maqedone dhe gjuhën bullgare. Pse? Sepse bullgarët ne na pushtuan për më shumë se 600 vjet. E tmerrshme. Ndërsa numri I shumës gjinore ne kemi kopje si një nga dialektet serbe. Vukova I thon ujqeve në numri shumës, edhe ne ujqeve në gjinore, si në gjuhën serbe, kopje. Pra, emëroren e kemi marrë nga bullgarët, enkelejtë, të në fund të fjalës në shumës, enkelejve e kemi marrë nga serbët, numri I shumës, gjinore. Prandaj, koinet helene që dalin në numri shumës, skodrinon, për shkodrën, lisja tanë, lezha, aulon, vlora, këto koine, nuk kanë kuptim në Shqip. Ne do të thonim vlonave, shkodrave, e kuptoni apo jo, si në serbisht. Pra çfarë ka ndodhur? Gjuha shqipe është bashkuar me gjuhën e pushtuesve. Kemi marrë elemente gramatikore nga serbët dhe nga bullgarët. Tani përse themun që unë e dashuroj gjuhën shqipe dhe I dua shqiptarët? Sepse edhe unë jam si ju. Jam shqiptar. Si mos ju dua unë juve? Unë ju dashuroj çmendurisht. Unë I them të vërtetën. Pra unë e dua gjuhën shqipe ashtu siç është, me të mirat dhe me të këqijat e saj. Ju dua shumë. Për mua gjuha shqipe është gjuhë perfekte. Është gjuhë e përzier me gjuhën e pushtuesve e pastaj është gjuha ime nënë, e dashur. E dua shumë. I dua shqiptarë që flasin shqip. Nuk ka popull kosovar, nuk ka popull të shqiptar, jemi të gjithë një racë, flasim të njëjtën gjuhë. Dhe ata që përpiqen të na ndajnë, duan që të na ndajnë në kufit që jemi tani. Ky është qëllimi I tyre, I lig. Pra gjuha shqipe nuk është gjuhë ilire, nuk është gjuhë helene. Gjuha ilire është e ngjashme me helenishten, ose më saktë kopje. Nga fjala enkelus, ngjala, ka ardhur enkeleus. Nga fjala autarius, ka ardhur autariei. A kuptoni apo jo? Autariatët. Por është dhe varianti autariatai në numër shumës. Pra kishte disa variante të ndryshme për numër shumës në dialektet helene. Pashtu për enkelejt ka 3 variante të ndryshme. E jashtëzakonshme, Apjani për këtë nuk dinte gjë fare, as autorët e tjerë të lashtë. Kjo është zbuluar në shekullin e 6 në Akademinë e Bizantit. Pra gjuha shqipe nuk mund të jetë gjuhë ilire. Ne kemi elemente gramatikore të serbishtes në gjinore shumës dhe të bullgarishtes në emërore shumës. Dhe ky është zbulimi im. Asnjëri s'ju ka thënë një gjë të tillë më përpara. Është lajm I hidhur. Por këta jemi ne, shqiptarët. Nuk mund të jemi ne pellazg. Pellazgët flisin dialekt helen. Qytet Pellazg është Skotousa, do të thotë qyteti I errësirës, në helenisht. Është ndërtuar me rregullat gramatikore të helenishtes, nga fjala skotos, errësirë, dhe me pjesën me qenë në përcjellore të gjinisë femërore, ousa.
Kështu krijohen të gjithë emrat e qyteteve pëllazge, ju betohem. Dhe është e kot t'i sjell të gjithë, mjafton Skotousa, emrat të tjerë do t'i gjeni vetë. Kërkojni vetë. Ata që mbarojnë me ousa janë emra pëllazg, në femërore, gjithmonë. Pra ju nuk jeni pëllazg. Tani do të them diçka shumë të rëndësishme. Profesoresha e historisë, që unë i them Sudia, sepse ajo përpiqet të pasurohet me gjuhën shqipe, një lloj si Sudia u pasurua me lekët e skemave piramidale. Pra, ajo është në një farë mënyre një kriminale e gjuhës shqipe. Po ashtu kriminal të gjuhës shqipe janë dhe gazetarët që bëjnë filma për ilirët dhe gënjejnë shqiptarët. Kriminal të gjuhës shqipe janë të gjithë arkeologët shqiptar, që u thonë shqiptarëve që jeni ilirë. Ilirët flisin helenisht, jo shqip. Gjuha shqipe, edhe sikur të kishte rënë nga ilirishtja, ka marrë elemente gramatikore nga serbishtja në gjinore shumës dhe nga bullgarishtja në emërore shumës, plus edhe elementet e tjera që do i sjell më vonë. Dhe këto nuk janë zbulime të inteligjencës kompjuterike. Ky është rezultati i studimeve të mia për më se 30 vjet. Dhe këto gjëra nuk ja thot kur asnjë akademik, sepse ata duan në rrogën dhe u gënjejnë. Marr një rrogë, janë rrogtar. Ata një lloj si Sudia, por janë më të kamufluar, më të sofistikuar, më të ndërlikuar, përpiqen t'ju ambushin mendjen juve që ju jeni i lirë. Nuk jeni i lirë, pra, i lirët ishin helen, e kuptuat apo jo? Ju jeni përzier me bulgar, me serb, flisni pak serbisht, pak bulgarisht, fjalët i keni shumë nga latinishtja, shumë fjalë i keni nga turqishtja. Pra, gjuha shqipe është bërë si një incinerator. Të gjitha fekalet e serbishtes, bulgarishtes, turqishtes, latinishtes janë në gjuhën shqipe. Ne flasim fekalisht, të dashur shqiptar. Gjuha jona është gjuha e fekaleve. Por unë e dua, megjithëse qelbet e ndyrë, unë e dua gjuhën shqipe, është gjuha ime. Kur i marrën erë gjuhës shqipe, mund t'i vijë era mjalt, po për mua pikërisht gjuha shqipe është më e ëmbël se mjalta. Pikërisht. Jo balta, gjuha shqipe me fekalet serbe dhe fekalet bullgare dhe fekalet turke, për mua është gjuha më e bukur në botë, sepse është gjuha që flisni ju, njerëzit e mi. Tani, ne nuk bëhemi dot i lirë, pëllazg, duhet të futemi në barkun e nënës, duhet të shkojmë në të sëmës që të bëhemi prap i lirë. Atëherë nuk do ishim shqiptar. Do ishim grek. I lirët ishin grek, të dashur shqiptar. Unë jam shumë i lumtur që jam shqiptar dhe flas fekalisht. Është gjuha ime. Gjuha e fekaleve. E kuptoni apo jo? Për shembull, minjtë banojnë pranë fekaleve. Kanë të drejtë të jetojnë, edhe shqiptarët flasin gjuhën e minjve, kanë të drejtë të jetojnë dhe shqiptarët. Përse jo? Mirupafshim, të dashur minj, të dashur. Mirupafshim. Ne flasim fekalisht. Enkeleu nuk është enkeleus dhe enkelejtë nuk është enkeleis, të dashur shqiptar, dhe nuk do të jetë kurrë